Një grua mban një sekret që mund të shkatërrojë shansin e saj të vetëm për dashuri të vërtetë, pasi jeta e saj ndryshoi përgjithmonë. Njëive dhe baba i vetëm mëson të besoj përsëri kur takon dikë që i kupton përsosmërisht sfidat e rritjes së një fëmije i vetëm. Dy familje të thyra zbulojnë se ndonjëherë është e mundur të ndërtosh diçka të re dhe të fortë nga pjesët që kanë mbetur. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori prekse. Era rregulloi rripin e çantës në supin e saj dhe mori frymë thellë para se të shtynte derën prej xhamit të kafenes. Vendi ishte plot atë pasdite të së enjtes, me zhurmën tipike të lokaleve në qendër të Tiranës. Tavolina të zëna nga ekzekutiv në mbledhje të shpejta, student me laptop të hapur dhe çiftet në takime rastësore krijonin një atmosferë mikpritëse që zakonisht do ta qetësonte. Por sot ishte ndryshe. Sot ajo mbante më shumë se sa thjesht çantën e saj të organizuar me saktësi ushtarake dhe lirën 3 vjeçare, që flinte e qetë në krahët e saj. Mbante gjithashtu 2 vite gjykimesh të heshtura që kishte mësuar t'i duronte pa u ankuar, vështrime pyetëse kur njerëzit vërenin ndryshimet fizike të dukshme mes saj dhe vajzës, dhe një peshë që askush aty nuk mund ta shite. Një sekret që, nëse zbulohej, mund të shkatëronte mundësinë e vetme për dashuri të vërtetë që ishte shfaqur që kur jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht. Sytë e saj përshkuan ambientin derisa gjetën Arbërin, të ulur në një tavolinë pranë dritares, duke luajtur me nervozizëm me celularin e tij. Ai kishte mbërritur herët, siç kishin rënë dakord përmes aplikacionit të takimeve. Ishte saktësisht si në foto, flokë gështenje lehtësisht të thinjur në tëmtha, mjekër të rregulluar mirë dhe një buzëqeshje të turpshme që i kishte fituar vëmendjen që në bisedën e parë virtuale. Ajo që fotot nuk tregonin ishte shpreha e dikujt që kishte mësuar tashmë të mos priste shumë nga njerëzit, një shenjë që ajo e njihte mirë sepse edhe vetë e mbante. Arbëri ngriti syt kur e pa duke u afruar dhe fytyra e tij ndryshoi menjëherë. Nuk ishte një shprehje refuzimi të menjëhershëm, por një surprizë e sinqertë. Ai qartësisht nuk priste që ajo të sillte një fëmijë. Era vuri re ndryshimin subtil në sytë e tij, atë hezitim që e njihte aq mirë dhe ndjeu zemrën t'i rrite fort. Gjithmonë e vëren. Gjithmonë. Gjatë 2 muajve të bisedave online, ajo ishte treguar e kujdesshme kur përmendte se kishte një vajzë, por kur nuk kishte hyrë në detaje. Arbëri gjithashtu kishte folur për Borën, 5 vjeçe, por në mënyrë të paqartë. Tani, përballë realitetit, ajo mund të shite të gjitha pyetjet e pabëra që po formoheshin në mendjen e tij. Përshëndetje, Arbër, tha ajo, duke u ndalur anash tavolinës me lirën që ende flinte në krahët e saj. Më fal nëse nuk prisje që të sillja lirën. Nuk munda ta lija me askënd sot. Ai u ngrit shpejt duke treguar edukat, por ajo mund ta ndjente tensionin në ajër. Përshëndetje, Era. Jo, nuk ka problem. Thjesht nuk e prisja. Para se ai të mund të bënte ndonjë pyetje ose, më keq, të shpikte një arsyetim për t'u larguar, ajo vendosi të mos shtirej. Ishte lodhur nga shpjegimet e paplota, lodhur duke u dukur më pak se ç'ishte, lodhur duke ndërtuar marrëdhënie mbi baza të rreme vetëm për t'i parë ato të shkatërroheshin kur e vërteta shfaqej pashmangshmërisht. Ajo është vajza ime, tha Era, duke e parë drejt në sytë e tij. E kuptoj plotësisht nëse dëshiron të largohesh. Nuk do të ishte hera e parë. Sinqeriteti i ashpër në zërin e saj dukej se e kapi Arbërin në befasi. Ai studioi fytyrën e saj për një moment, pastaj shikoi lirën që flinte, flokët e saj bjond kaçurel që kontrastohenin me lëkurën e zeshkët të Erës në një mënyrë që nuk kalonte pa u vënë re. Në fakt, tha ai ngadalë, edhe unë jam një baba i vetëm. Bora është në shkollë tani, por e kuptoj plotësisht se çfarë do të thotë të rritësh një fëmijë i vetëm. Ato fjalë e goditën Erën si një rufe. Ishte hera e parë që dikush nuk e trajtonte praninë e lirës si një problem apo pengesë që duhej shmangur. Arbëri tërhoqi një karrige që ajo të ulej dhe, kur lira filloi të lëvizte në krahët e nënës, ai instinktivisht zgjati krahët. Mundem, pyeti ai butësisht. Era hezitoi për një moment. Lira ishte natyrshëm shoqëruese, por ajo gjithmonë bëhej nervoze kur të huajt tentonin të ndërvepronin me vajzën, veçanërisht duke pasur parasysh pyetjet që kjo gjeneronte pashmangshmërisht. Por diçka në mënyrën e qetë të Arbërit e qetësoi. Lira u zgjua plotësisht kur kaloi në krahët e tij dhe, në vend që të qante siç kishte frikë Era, mbeti kurioztare duke parë burrin e panjohur.
Arbery bisedoi me të sikur të ishte thjesht një person tjetër aty, pa atë tonin e egzageruar që disa të rritur përdorin me fëmijët, duke e trajtuar me respekt natyral. E pra, Lira? Të pëlqen akulloria? Pyeti ai, duke treguar menun e ëmbëlsirave në tavolinë. Vajza pohoi me kokë me vrull, dhe Arbery qeshi lehtë. Unë kam një vajzë që gjithashtu e adhuron akulloren. Ju të dyja do të shkonit shumë mirë bashkë. Për erën, kjo ishte një tronditje. Për herë të parë në 2 vite, dikush nuk po e trajtonte vajzën e saj si diçka që duhej toleruar apo injoruar, por si një fëmijë normal që meritonte vëmendje dhe dashuri. Ajo vëzhgoi Arberin duke ushqyer Lirën me durim kur sollën ushqimin, duke i pastruar butësisht fytyrën vajzës dhe duke ju përgjigjur pyetjeve të saj të pafundme me interes të sinqertë. Takimi, i cili duhej të zgjaste vetëm pak minuta mirësjelljeje para se ai të shpikte një arsyetim për t'u larguar, u zgjat për 3 orë. Biseduan për punën, ajo editore e përmbajtjeve arsimore që punonte nga shtëpia, ai teknik mirëmbajtjeje në një nga spitalet e kryeqytetit. Folëm për sfidat e të qenit prindër të vetëm, për netët pa gjumë, vështirësitë financiare, raskapitjen emocionale, por edhe për momentet e gëzimit të pastër që vetëm kush rrit një fëmijë i vetëm e kupton plotësisht. Arbery tregoi për Borën se si ajo ende ndjente mungesën e nënës, e cila kishte ndëruar jetë 2 vite më parë, dhe se si ai ndonjëherë ndihej i humbur duke u përpjekur të ishte baba dhe nën në të njëjtën kohë. Era ndau vështirësitë e balancimit të punës dhe mëmësisë, se si ndonjëherë pyeste veten nëse po bënte gjithçka mirë. Ajo që nuk tregoi ishte për sekretin që mbante. Për rrethanat reale që e çuan të kishte Lirën. Për pyetjet që vajza kishte filluar të bënte sepse nuk ngjante fizikisht me të. Për motrën që nuk ishte më aty për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve. Kur më në fund u përshëndetën në parkimin e kafenes, Lira kishte fjetur përsëri në karrocë, e lodhur pas gjithë asaj stimulimi shoqëror. Arbery u përkul për t'i dhënë një puthje lamtumire në faqe erës, një gjest i thjeshtë që e bëri të kuptonte se sa shumë kohë kishte kaluar që kur ishte ndjerë e dëshiruar nga dikush. A do të dëshironit të shiheshim përsëri? Pyeti ai, me hezitim. Mbase mund të sjell Borën herën tjetër. Nëse dëshiron ta njohësh. Era ndiu një përzierje gëzimi dhe tmerri. Perspektiva për të vazhduar njohjen me Arberin e emociononte, por ideja e përfshirjes së fëmijëve, e ndërtimit të diçkaje që mund të shkatërrohej kur ai të zbulonte të vërtetën për familjen e saj, e tmeronte. Por duke parë Lirën që flinte e qetë pas një pasditeje me vëmendje të sinqertë nga një burr që nuk e shihte si barr, ajo vendosi të rrezikonte. Po, u përgjigj, do të dëshiroja shumë ta njihja Borën. Ndërsa po kthehej me makinë për në shtëpi, Era nuk mund të ndalonte së buzëqeshuri, pavarësisht frikës që e mundonte. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ndihej e parë si një grua e plotë, jo vetëm si një nënë e vetme me një histori të komplikuar. Arbery e kishte trajtuar me respekt, kishte treguar interes të sinqert për ta njohur, dhe më e rëndësishmja, e kishte pritur Lirën me dashuri natyrale. Por në fund të mendjes së saj, një zë i përshpëriste pyetje shqetësuese. Çfarë do të ndodhte kur ai të dinte të gjithë të vërtetën se si Lira përfundoi në krahët e saj? Kur të zbulonte se ai fëmijë i bukur dhe i zgjuar nuk ishte biologjikisht i saj? Kur të kuptonte rrethanat tragjike që çuan një grua 26 vjeçare të bëhej nën brenda natës? Duke parë nga pasqyra Lirën që flinte në ndenjësen e saj, Era bëri një premtim të heshtur. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të ndodhte me Arberin, ajo do ta mbronte vajzën e saj nga çdo dhimbje. Kishte bërë zgjedhje të vështira më parë dhe ishte e gatshme t'i bënte përsëri. Kur mbërriti në shtëpi, një apartament i vogël në qendër të qytetit që e ndante me Lirën që kur ishin larguar nga shtëpia e familjes, Era e vendosi vajzën në krevat dhe e lejoi veten të ëndërronte për pak momente. Të ëndërronte për mundësinë e të mos qenit më vetëm, për të pasur dikë për të ndarë përgjegjësitë dhe gëzimet e mëmësisë, që Lira të kishte një figurë atërore të pranishme dhe Bora mbase të fitonte një motër. Por ëndrat mund të jenë të rrezikshme kur ndërtohen mbi themele të paqëndrueshme. Dhe Era e dinte se përfundimisht do të duhej të vendoste mes mbajtjes së sekretit të saj dhe mbrojtjes së shansit të saj të ri për lumturi, ose tregimit të së vërtetës dhe rrezikimit të humbjes së gjithçkaje. 3 ditë më vonë, Era ishte ndaluar në hyrje të parkut të madh të qytetit, duke vëzhguar Lirën që vraponte e emocionuar drejt lodrave ndërsa kërkonte Arberin me sy. Fundjava kishte mbërritur e ngarkuar me pritshmëri dhe nervozizëm. Të bisedoje me mesazhe ishte një gjë, por të takoheshe përsëri, këtë herë me të dyja vajzat, e ngrinte situatën në një nivel krejtësisht tjetër.
Arbëri u shfaq duke ecur drejt saj, duke mbajtur dorën e një vajze 5 vjeçare të cilën Era e njohu menjëherë si Borën. Fëmia kishte të njëjtët sy të errët si ati dhe një buzëqeshje të turpshme që e bënte të dukej më e madhe se ç'ishte në të vërtetë. Kishte veshur një fustan roz me lule të vogla të qëndisura dhe mbante një ari i pellushit të zbehur nga përdorimi. Era, kjo është Bora, tha Arbëri kur u afruan. Bora, të kujtohet që të fola për erën dhe lirën? Bora tundi kokën diskretisht duke u fshehur pak pas këmbëve të atit. Ishte e qartë se ishte nervoze për takimin, por kurioztare për personin e ri në jetën e tyre. Era u ul që të ishte në lartësinë e vajzës, një gjest që e kishte përsosur pas 2 vitesh biseda me lirën. Përshëndetje, Bora. Çfarë ariu të bukur ke aty? Si quhet? Balo, u përgjigj Bora me zë të ulët duke e përqafuar lodrën më fort. Mami ma ka dhënë këtë. Era ndjeu një shtrëngim në gjoks nga përmendja natyrale e nënës së ndjer. Shikoi shpejt Arbërin, i cili pohoi pothuajse pa u vënë re, duke konfirmuar se Bora ende fliste për nënën në kohën e tashme, siç bëjnë shumë fëmijë kur procesojnë një humbje. Çfarë emri të përsosur për një ari, u përgjigj Era butësisht. Lira është atje te lodrat. A do të dëshironi ta njihnit? Bora shikoi të atin, i cili e inkurajoi me një buzëqeshje. Së bashku, ecën deri ku Lira po përpiqej të ngjitej në një lëkundëse, qartësisht e frustruar nga që ishte shumë e vogël për t'ia dalë mban vetë. Përshëndetje, tha Bora, duke u afruar me hezitim. Ke nevojë për ndihmë? Lira u kthye menjëherë, sytë e saj u ndriçuan kur pa një fëmijë tjetër. Po. Jam shumë e vogël akoma. Ajo që ndodhi më pas i surprizoi si Erën ashtu edhe Arbërin. Të dyja vajzat u lidhen në mënyrë të menjëhershme, sikur të ishin shoqe prej vitesh. Bora, pavarësisht turpit të saj fillestar, mori natyrshëm rolin e motrës së madhe, duke ndihmuar Lirën me lodrat dhe duke shpikur lojra ku të dyja mund të merrnin pjesë. Brenda pak minutash, po vraponin bashkë nëpër park, duke bërtitur dhe qeshur me energjinë e shfrenuar që vetëm fëmijët zotërojnë. Ato shkuan mirë bashkë, komentoi Arbëri, duke u ulur pranë Erës në stolin afër lodrave. Zëri i tij mbante një përzierje lehtësimi dhe kujdesi. Më mirë se që imagjinoja, u përgjigj Era, duke vëzhguar vajzat që luanin. Bora është një vajzë e veçantë. Shumë e pjekur për moshën e saj. Ju desh të rritej shumë shpejt, tha Arbëri qetësisht, sytë e tij nuk pushonin kur së ndjekuri vajzat. Ndonjëherë shqetësohem nëse po dështoj me të. Nëse ajo duhet të ishte thjesht një fëmijë, jo të kujdesej edhe për baban. Era njohu peshën e fajit në zërin e tij. Ishte i njëjti që ajo mbante për Lirën, duke pyetur vazhdimisht nëse zgjedhjet e saj ishin të duhurat, nëse po i siguronte mjaftueshëm vajzës, nëse nuk duhej të kishte bërë ndryshe. Ti je një baba i mrekullueshëm, tha ajo, duke prekur lehtë krahun e tij. Kushdo mund ta shohë se sa shumë të do Bora dhe sa e sigurt ndihet me ty. Arbëri buzëqeshi, por nuk ishte një buzëqeshje plotësisht e bindur. Ka ditë që e besoj këtë. Dhe ka ditë që ndihem krejtësisht i humbur. Të gjithë ndihemi ashtu, u përgjigj Era. Nuk ekziston manual për këtë, veçanërisht kur e bëjmë vetëm. Mbetëm për disa momente në një heshtje komode, duke vëzhguar fëmijët që ndërroheshin te rëshqitësia. Era pyeste veten nëse edhe Arbëri ndjente atë familiaritet të çuditshëm, sikur të mos ishin dy të huaj që përpiqeshin të njihesin, por dy njerëz që tashmë kuptoheshin thellësisht. Mund të pyes diçka, tha Arbëri me hezitim. Era ndjeu zemrën t'i rrite menjëherë. Këtu po vinte pyetja që po priste që kur u njohan. Pyetja për ndryshimet fizike të dukshme mes saj dhe Lirës, për mungesën e një babai në jetën e vajzës, për të gjithë historinë që ajo me kujdes shmangte ta tregonte. Sigurisht, u përgjigj ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të ekuilibruar. Si ja del? Të punosh nga shtëpia me një fëmijë të vogël? Bora është në shkollë gjatë ditës, por edhe kështu ndonjëherë ndjej se nuk ja dal dot me të gjitha. Era ndjeu një lehtësim të madh. Pyetja ishte praktike, jo hetuese. Sinqerisht, pjesën më të madhe të kohës nuk ja dal, qeshi nervoze. Punoj gjatë kohës që ajo fle, natën vonë dhe fundjavave. Nuk është ideale, por funksionon. Dhe nuk ndjen kur se po humbet momente të rëndësishme me të? Gjithë kohës, pranoi Era. Por gjithashtu e di që duhet të punoj për ta mbajtur. Është një ekuilibër i pamundur që të gjitha nënat e vetme përpiqen ta gjejnë.
Arbëri i pohoi me mirë kuptim. Edhe për baballarët e vetëm. Punoj me turne në spital, kështu që disa ditë Bora qëndron me fqinjen pas shkollës. Ajo kur nuk ankohet, por e di që do të preferonte që unë të isha gjithmonë në shtëpi. Pikërisht atëherë Bora erdhi duke vrapuar drejt tyre, e ndjekur nga afër nga Lira. Të dyja ishin pa frym dhe me faqet e skuqura nga të vrapuarit. Babi, a mund ta çoj Lirën t'i shohim rosat të liçeni? Pyeti Bora, duke treguar liçenin në qendër të parkut ku disa familje po ushqenin rosat. Arbëri shikoi erën duke verifikuar nëse ishte gjithçka në rregull. Mund të shkoni, por qëndroni aty ku mund t'ju shohim. Vajzat u larguan duke vrapuar dorë për dore, Bora duke e udhëhequr me kujdes Lirën në përshtigjet e parkut. Ishte një imazh që ngrohu zemrën e erës, por gjithashtu e mbushi me një melankoli të çuditshme. Lira kur nuk kishte pasur një figurë motre të madhe, dikë që të kujdesej për të dhe ta mbronte. Gjithmonë kishin qenë vetëm ato të dyja, duke ndërtuar botën e tyre të vogël të mbyllur. Duken si motra, komentoi Arbëri, duke bërë jehon saktësisht të mendimet e erës. Po, u përgjigj ajo butësisht. Bora do të ishte një motër e mrekullueshme për çdo fëmijë. Edhe Lira. Ajo ka një energji infektuese. Bora nuk ka qeshur kaq shumë prej muajsh. Kaluan gjithë pasditën në park, duke u alternuar mes mbikëqyrjes së lojrave të fëmijëve dhe bisedave gjithnjë e më intime. Arbëri foli për bashkëshortën e tij, se si ajo ishte larguar pa pritur për shkak të komplikimeve nga një pneumoni që askush nuk e priste të ishte aq serioze. Tregoi për muajt e parë vetëm me Borën, se si të dy duhej të mësonin të jetonin me mungesën dhe se si kishte ende ditë të vështira. Era ndau sfidat e të qenit nënë e vetme, për vështirësinë e të gjeturit kohë për veten, se si ndonjëherë ndiej e padukshme për botën e të rriturve, sikur identiteti i saj ishte thithur plotësisht nga mëmësia. Por nuk foli se si erdhi deri te pasja e Lirës. Nuk përmendi motrën që ishte larguar, duke lënë pas një premtim dhe një fëmijë të vogël. Nuk tregoi për vendimin që mori në spital, duke mbajtur një foshnjë që nuk ishte biologjikisht e saj, por që ishte bërë menjëherë e gjithë bota e saj. Kur dielli filloi të perëndonte, fëmijët ishin dukshëm të lodhur, por hezitonin t'i jepnin fund takimin. Bora e kishte përqafuar Lirën sikur të ishte një shoqe e vjetër, dhe Lira qau pak kur mori vesh se duhej të largoheshin. A mund të shihemi përsëri? Pyeti Bora direkt erën, një shenjë se e kishte kaluar turpin e saj fillestar. Nëse ju dëshironi, u përgjigj era, duke parë Arbërin. Dhe nëse babi juaj është dakord. Çfarë thoni sikur të ham darkë bashkë nesër? Sugjeroi Arbëri. Mund të gatuaj për të gjithë ne. Nuk jam shef kuzhine, por bëj një lazanjë të mirë. Era hezitoi për një moment. Të hante darkë në shtëpinë e tij dukej si një hap domethënës, një deklaratë se vërtet po përpiqeshin të ndërtonin diçka bashkë. Por duke parë Lirën që mbante dorën e Borës sikur të mos donte ta lëshonte kurrë, dhe Arbërin, sytë e të cilit tregonin shpresë të sinqertë, ajo vendosi të vazhdonte të rrezikonte. Do të dëshironim shumë, u përgjigj. Gjatë rrugës për në shtëpi, Lira foli pa pushim për Borën, për rosat që pan, për atë se si shoqja e saj e re i kishte premtuar t'i tregonte lodrat e saj të nesërmen. Ishte hera e parë që era e shihte vajzën kaq të emocionuar me dikë tjetër përveç vetes së saj. Por ndërsa Lira llafoste e lumtur në ndenjësen e pasme, era po luftonte me ndjenja kontradiktore. Nga njëra anë, ishte e emocionuar me mundësinë e formimit të një familjeje të zgjeruar që t'i jepte Lirës përvojën e të pasurit motër dhe të kishte për veten e saj mbështetjen e një partneri që kuptonte sfidat e prindërimit të vetëm. Nga ana tjetër, pesha e sekretit të saj dukej se rritej me çdo moment të intimitetit të ndarë. Arbëri po tregoi saktësisht lloji i burrit që ajo kishte ëndërruar të takonte, i sjellshëm, i përkushtuar ndaj vajzës, mirëkuptues me kompleksitetet e jetës reale. Por sa më shumë kohë kalonin bashkë, aq më shumë ajo e kuptonte se po ndërtonte një marrëdhënie mbi një themel gjysmë të vërtetash. Çfarë do të ndodhte kur ai të zbulonte se Lira nuk ishte biologjikisht vajza e saj? Kur të dinte se ai fëmijë i adhurueshëm kishte ardhur në jetën e saj përmes rrethanave tragjike që ajo me kujdes i fshihte? Kur të kuptonte se kishte zgjedhur të rriste një fëmijë për të nderuar një premtim të bërë në shtratin e spitalit të një motre që ishte larguar shumë herët? A do të ishte Arbëri i aftë ta pranonte këtë të vërtet, apo do të ikte siç kishin bërë të tjerët kur zbuluan se familja e saj nuk përshtatej me kallëpet tradicionale që shoqëria priste?
Era kishte mësuar se jo të gjithë ishin të gatshëm të pranonin një nën që zgjodhi mëmësinë përmes birësimit informal, veçanërisht kur ai birësim vinte i ngarkuar me humbje dhe rrethana të vështira për t'u shpjeguar. Duke parë në pasqyrë Lirën, e cila më në fund kishte fjetur pas një dite plot gëzim dhe risi, Era mori një vendim. Do të shijonte çdo moment lumturie që kjo marrëdhënie e re mund t'i ofronte, por do ta mbante zemrën e saj të mbrojtur. Nuk mund të rrezikonte që Lira të lidhej shumë me Arbërin dhe Borën vetëm që më vonë t'i duhej të shpjegonte pse ata ishin zhdukur nga jetët e tyre. E vërteta do të kishte kohën dhe vendin e saj. Për momentin, ajo thjesht do të përpiqej të ishte e lumtur dhe të linte vajzën e saj të përjetonte gëzimin e të pasurit një familje të zgjeruar, qoftë edhe përkohësisht. Shtëpia e Arbërit ndodhej në një lagje rezidenciale të qetë në periferi të Tiranës, në Fark, një zonë ku shtëpitë kishin obore të vegjël dhe fëmijët ende luanin në rrugë pa mbikëqyrje të vazhdueshme. Ishte një ndërtim i thjeshtë, me 2 dhoma gjumi, me një balkon përpara që kishte një orë ditë më të mira. Era vuri re menjëherë shenjat e një jete të riorganizuar me nxitim, kopsht lehtësisht të braktisur, bojra që po qëroheshin në disa pika, një vendosje e mobiljeve që sugjeronte funksionalitet para estetikës. Kur Arbëri hapi derën, aroma e djathit të shkrirë dhe erëzave mbushi ajrin, e përzier me zërin e Borës që po i shpjegonte me emocion diçka Lirës në ndonjë qoshe të shtëpisë. Ai kishte veshur një përparse ku shkruhej kuzhinieri më i mirë në botë me shkronja të zbehur, qartësisht një dhuratë nga Bora në ndonjë ditë baballarësh. Mirë se vini në kaosin e organizuar, tha ai, duke buzëqeshur dhe duke i dhënë një puthje në faqe Erës. Gjesti, i thjeshtë dhe natyral, e bëri zemrën e saj të rrite në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Vjen ere mrekullueshme, u përgjigj Era, duke i dorëzuar ëmbëlsirën që kishte përgatitur, një tortë çokolate që ishte specialiteti i shtëpisë. Ku mund ta lë çantën e Lirës? Bora, thiri Arbëri. Eja tregoi Lirës ku mund t'i lërë gjërat. Vajzat u shfaqën duke vrapuar nga obori, të dyja pak të bëra me dhe me buzëqeshje gjigante. Bora kishte marrë plotësisht rolin e mikpritses, duke mbajtur dorën e Lirës dhe duke e udhëhequr nëpër shtëpi sikur të ishin shoqe të vjetra. Lira, hajde shi dhomën time, tha Bora, duke tërhequr vajzën më të vogël nga shkallët. Unë kam një shtëpi kukullash që mami ma ka bërë për mua. Era ndjeu një therje në gjoks kur dëgjoi Borën të përmendte nënën aq natyrshëm. Fëmia qartësisht ende procesonte humbjen dhe përfshinte nënën e ndjerë në aktivitetet e përditshme, sikur ajo të ishte ende e pranishme. Ishte prekse dhe trishtuese në të njëjtën kohë. Bora ende flet për mamin në kohën e tashme, shpjegoi Arbëri butësisht, duke vënë re shprehjen e Erës. Psikologjia tha se është normale dhe se duhet ta lëm ta procesojë në kohën e saj. Sigurisht, u pajtua Era. Duhet të jetë e vështirë për ju të dy. Arbëri pohoi duke trazuar salcën e lazanjës. Disa ditë janë më të mira se të tjerat. Bora ka makte ndonjëherë dhe unë sinqerisht nuk di gjithmonë si ta ndihmoj. Ndihem sikur po lundroj në errësirë pjesën më të madhe të kohës. Era ju afrua atij në kuzhinë, duke e vëzhguar duke gatuar. Kishte diçka ngushëlluese në atë skenë shtëpiake, në intimitetin e të qenit në shtëpinë e dikujt, duke marrë pjesë në rutinën familjare. Prej sa kohësh nuk ishte ndjerë pjesë e një familjeje të zgjeruar? Ti po bën më të mirën që mundesh, tha ajo. Bora është një vajzë e lumtur dhe e sigurt. Kjo thot shumë për ty si baba. Disa ditë e besoj këtë, u përgjigj Arbëri, duke bërë jehon të fjalëve që kishte thënë në parë. Dhe ditë të tjera pyes veten nëse ajo do të ishte më mirë me një familje të plotë, me një figurë nëne të pranishme. Biseda po i afrohej rrezikshëm territorit që e bënte Erën të ndihej jo rehat. Përmendja e familjes së plotë dhe figurës nëne e bënte të mendonte për të gjitha mënyrat se si familja e saj nuk përshtatej në kallëpet tradicionale. Familja e plotë nuk ka të bëjë me numrin e njerëzve, tha ajo me kujdes. Ka të bëjë me dashurinë dhe sigurinë. Bora e ka këtë me ty. Arbëri buzëqeshi, por ajo mund të shite dyshimin në sytë e tij. Ishte e qartë se ai ende luftonte me pyetjet rreth aftësisë së tij si baba i vetëm, nëse ishte i mjaftueshëm për vajzën, nëse duhej të kërkonte në mënyrë aktive një partneret për t'i dhënë Borës një figurë nëne. Vajzat zbritën duke vrapuar për darkë, duke ndërprerë momentin e tensionit. Lira mbante një kukull që Bora qartësisht ja kishte huazuar, dhe të dyja llafosnin të emocionuara për lodrat që kishin zbuluar.
Babi, Lira kur nuk ka pasur një shtëpi kukullash, njoftoi Bora ndërsa uleshin në tavolinë. A mund t'i bëjmë një për të? Arbëri shikoi erën duke verifikuar nëse ishte e përshtatshme të bënte një premtim të tillë. E po, kjo do të varej nga mami i Lirës. Të lutem, mami, ju lut Lira, duke përdorur atë ton që era e njihte mirë dhe rrallëherë mund t'i rezistonte. Do të shohim, u përgjigj era diplomatikisht. E vërteta ishte se nuk kishte aftësi manuale për të ndërtuar një shtëpi kukullash, as para për të blerë një të sofistikuar si ajo që kishte Bora. Edhe një herë e shihte veten në një situatë ku kufizimet e saj si nënë e vetme bëheshin të dukshme. Lazanja ishte e shijshme dhe Arbëri ishte përpjekur qartësisht për të bërë një vakt special. Kishte përgatitur madje perime të prera në forma argëtuese për fëmijët dhe kishte shtruar tavolinën me peceta me ngjyra. Ishte e qartë se ai donte të bënte përshtypje se kjo darkë do të thoshte diçka të rëndësishme edhe për të. Gjatë vaktit, Bora tregoi histori për shkollën, për shoqet e saj dhe se si kishte mësuar Lirës të ndërtonte kulla me bloqe. Lira, zakonisht e turpshme me njerëz të rinj, ishte plotësisht e shpenguar duke qeshur me shakat e Borës dhe duke u përpjekur të imitonte sjelljet e saj si vajzë e madhe. Bora është një motër e madhe e shkëlqyer, komentoi era, duke vëzhguar se si vajza me kujdes ndihmonte Lirën të priste ushqimin. Ajo gjithmonë ka dashur të ketë një vëlla ose motër, u përgjigj Arbëri. Ne bashkëshortja ime dhe unë po përpiqeshim të kishim një fëmijë tjetër kur ajo u sëmur. Pati një moment heshtjeje të sikletshme. Era vuri re se Arbëri ende i referoi bashkëshortes si bashkëshortja ime, jo ish bashkëshortja apo nëna e Borës. Ishte e qartë se procesi i zis ishte ende në vazhdim, se ai ende e shihte veten si një burr të martuar që kishte humbur partneren, jo si një burr beqar të disponueshëm për një marrëdhënie të re. Më vjen keq, tha ajo butësisht. Faleminderit. Është e komplikuar ndonjëherë. Bora flet për të pasur një mami të re, por unë nuk e di nëse jam gati për këtë. Nëse ndonjëherë do të jem. Fjalët e goditën erën si një shuplak. Këtu ishte ajo, duke filluar të fantazonte për mundësinë e formimit të një familjeje me të, dhe Arbëri sapo kishte pranuar se mbase kur nuk do të ishte gati për një partnere të re. Se ende e shihte veten fundamentalisht të lidhur me bashkëshorten e ndjer. Sigurisht, arriti të thoshte ajo, duke u përpjekur ta mbante tonin rastësor. Çdo person ka kohën e tij për t'i procesuar këto gjëra. Pas darkës, ndërsa vajzat luanin në dhomë, Arbëri dhe era lanë enët bashkë. Ishte një aktivitet i thjeshtë, por kishte një intimitet në të që era nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Ai lante, ajo fshinte dhe bisedonin për gjëra banale sikur të ishin një çift prej kohësh. Faleminderit që erdhe, tha Arbëri ndërsa po rregullonin pjatat. Bora nuk ka qenë kaq e emocionuar për diçka prej muajsh. Edhe Lira po adhuron të ketë një shoqe, u përgjigj era. Ajo nuk ka shumë shoqe të moshës së saj. Pse jo? Pyetja ishte e pafajshme, por hapte dyrë që era preferonte t'i mbante të mbyllura. Si të shpjegonte se shmangte ngjarjet sociale ku nënat e tjera bënin pyetje për baban e Lirës? Si të tregonte se ndihej e pasigurt në ambiente ku ndryshimet e saj bëheshin shumë të dukshme? Është e vështirë të bësh kontakte sociale kur punon nga shtëpia, u shmang ajo. Dhe kopshtet janë të shtrenjta. Arbëri pohoi me mirëkuptim, por ajo mund të shihte se ai e vuri re shmangjen në përgjigje. Ishte një burr inteligjent dhe qartësisht kishte vënë re se era u shmangej disa pyetjeve për jetën e saj. Kur erdhi koha për t'u larguar, Lira protestoi me forcë. Ishte lidhur aq shumë me Borën dhe ambientin mikpritës të shtëpisë sa nuk donte të kthehej në apartamentin e vogël që ndanin. A mund të kthehemi nesër? Pyeti ajo ndërsa Arbëri po e ndihmonte të mbathte këpucët. Do të shohim, u përgjigj era, por hezitimi i saj ishte i dukshëm. Gjërat po lëviznin shumë shpejt. Ndjente se po humbte kontrollin e situatës, se si ajo ashtu edhe Lira po lidheshin me një familje që mbase nuk mund ta prante vërtet të vërtetën për to, po sikur të vinit për drejt të dielën, sugjeroi Arbëri. Mund t'i çojmë vajzat në kopshtin zoologjik pas kësaj. Era shikoi fytyrat shpresëdhënëse të dy fëmijëve dhe shprehjen sinqerisht të interesuar të Arbërit. Si mund të thoshte jo? Si mund t'ia privonte Lirës këtë përvojë të pasurit një familje të zgjeruar? Si mund t'i mohonte vetes shansin për të vazhduar eksplorimin e ndjenjave të saj për këtë burr të sjellshëm dhe të përkushtuar? Mirë, pranoi ajo, duke e ditur se po zhytej në ujëra të rrezikshme.
Në makinë duke u kthyer për në shtëpi, Lira fjeti shpejt e raskapitur nga emocioni i ditës. Era nga u makinën nëpër rrugët e Tiranës duke menduar për kontradiktat e situatës së saj. Nga njëra anë, kur nuk ishte ndjer aq e lumtur dhe shpresëdhënëse për të ardhmen. Arbëri ishte saktësisht lloji i burrit që kishte ëndërruar të takonte, dhe Bora po bëhej si një motor për Lirën. Nga ana tjetër, ndihej sikur po jetonte një gënjeshtër. Arbëri ishte treguar plotësisht i sinqert për situatën e tij, ishte i ve, ende duke procesuar humbjen, i pasigurt nëse ishte gati për një marrëdhënie të re. Ndërkohë, ajo fshihte aspekte themelore të jetës së saj, se si Lira kishte ardhur te ajo, rrethanat që e quan të bëhej nën e vetme. Dhe pastaj ishte pyetja që po e mundonte gjithnjë e më shumë, pyetjet që Lira kishte filluar të bënte për origjinën e saj. Vajza po bëhej më vëzhguese, më kurioztare se pse nuk ngjante me mamin e saj, pse nuk kishte foto të saj si foshnjë në albumet e vjetra, pse nuk kishte histori se kur lindi ajo. Si do t'ia shpjegonte këto gjëra Arbërit kur të vinte koha? Si do t'i tregonte për motrën që ishte larguar duke lënë pas një premtim dhe një fëmijë? Si do ta përshkruante vendimin që mori për të arritur Lirën si vajzën e saj, jo nga detyrimi, por nga dashuria e madhe dhe e menjëhershme? Duke parë në pasqyrë Lirën që flinte e qetë, Era bëri një premtim të heshtur. Do ta mbronte vajzën e saj nga çdo dhimbje, edhe nëse kjo do të thoshte të hiqte dorë nga lumturia e saj. Kishte ndërtuar një botë të sigurt për ato të dyja, dhe nuk do të lejonte që asgjë apo askush ta kërcënonte atë siguri. Por ndërsa parkonte përpara ndërtesës ku banonin, nuk mund të ndalonte së menduari për ndjenjen e të qenit në shtëpinë e Arbërit, për të qenit pjesë e një familjeje më të madhe, për ta parë Lirën aq të lumtur dhe të qetë. Për herë të parë në 2 vite, kishte parë se si jetët e tyre mund të ishin ndryshe, më të plota, më të gëzueshme. Pyetja që do ta mbante zgjuar atë natë ishte e thjeshtë: a do të ishte e mundur t'i mbante Arbërin dhe Borën në jetët e tyre pa zbuluar të gjithë të vërtetën? Apo përfundimisht do të duhej të zgjidhte me sinqeritetit dhe shansit për të formuar familjen që si Lira ashtu edhe ajo vetë dukeshin se e dëshironin thellësisht? E diela erdhi me një mëngjes me diell që premtonte një ditë të përsosur për kopshtin zoologjik. Era e veshi Lirën me një komplet roz që e bënte të dukej edhe më e adhurueshme, i kreu flokët e saj bjond me 2 bishta dhe verifikoi 3 herë nëse kishte marrë të gjitha gjërat e nevojshme në çantë, pelena emergjence, peceta, krem dielli, ushqime dhe ariun e saj të preferuar që Lira nuk dilte kur patë. Kur mbërritën të shtëpia e Arbërit, Bora tashmë po priste në balkon, e veshur me një fustan të verdhë dhe një çantë të vogël shpine. Ajo vrapoi për të përshëndetur Lirën sikur të mos e kishte parë prej javësh, dhe të dyja filluan menjëherë të llafosnin për kafshët që donin të shihnin të parat. Dikush është e emocionuar, komentoi Arbëri, duke i dhënë një puthje në faqe Erës si përshëndetje. Ai kishte veshur një bluzë blu që i nxirrte në pas syt dhe xhinse të zbehur që e bënin të dukej më i ri dhe më i shpenguar se sa në spital. Të dyja mezi kanë fjetur mbrëm, qeshi Era. Lira u zgjua 3 herë duke pyetur nëse ishte koha për të parë Luanën. Gjatë drekës, Arbëri përgatiti sanduiç të thjeshtë por ushqyes, duke i prerë në forma argëtuese që i bën vajzat të qeshnin. Era vëzhgoi se si ai natyrshëm e përfshinte Lirën në vëmendjet e tij, duke kujtuar preferencat e saj ushqimore, duke e ndihmuar të pinte me pipës, duke i pastruar gojën me të njëjtin durim që tregonte me Borën. Ishte e pamundur të mos vëreje se si Arbëri do të ishte një baba i mrekullueshëm për Lirën. Vajza tashmë u përgjigjej kujdesjeve të tij sikur ai të ishte një prani natyrale në jetën e saj, duke e thirrur xhaxhi Arbëri dhe duke kërkuar miratimin e tij për gjëra të vogla. Ta shihte këtë i ngrohte zemrën Erës, por gjithashtu i intensifikonte frikërat e saj se çfarë do të ndodhte kur e vërteta të dilte në dritë. Kopshti zoologjik i Tiranës ishte plot me familje që shijonin të dielën, dhe për herë të parë pas vitesh, Era u ndje pjesë e kësaj normaliteti. Duke ecur pranë Arbërit duke vëzhguar 2 vajzat që vraponin përpara, ajo mund të shtirej për disa orë sikur ishin një familje e zakonshme, pa komplikime, pa sekrete. Bora mori rolin e udhërrëfyeses turistike, duke i shpjeguar Lirës kuriozitete për kafshët që kishte mësuar në vizitat e mëparshme. Ata janë flamingot, tregoi ajo. Ata bëhen roz për shkak të ushqimit që han. Mami im ma ka treguar këtë. Përsëri, përmendja natyrale e nënës së ndjer. Era vuri re se si Arbëri bëhej paksa i tensionuar sa herë që Bora fliste për bashkëshorten, sikur të ishte ende e vështirë për të t'i dëgjonte ato referenca. Ishte e qartë se procesi i zis ishte larg përfundimit për të dy.
Bora di shumë për kafshët, komentoi Era ndërsa vëzhgonin majmunën. Ajo dhe mami vinin këtu të paktën një herë në muaj, shpjegoi Arbëri. Ishte programi i tyre i preferuar. Unë punoja shumë fundjava dhe i humbisja këto dalje. Kishte faj në zërin e tij, pendimi i një burri që tani kuptonte kohën e humbur. Era e njohu këtë ndjenje sepse edhe ajo e mbante, ndonse për arsye të ndryshme. Sa herë kishte pyetur veten nëse po bënte mjaftueshëm për Lirën, nëse po i siguronte përvoja të përshtatshme për një fëmijë 3 vjeçar. Kur mbërritën te akuariumi, Lira mbeti e mahnitur nga peshqit me ngjyra që notonin pas xhamit. Ajo mbështeti fytyrën pas akuariumit, duke u përpjekur të prekte peshqit dhe qeshi kur ata u afruan sikur po i përgjigjeshin asaj. Mami, pse unë nuk kam flokë si të tut, pyeti Lira pa pritur, ende duke parë peshqit, por me zë të lartë mjaftueshëm që Arbëri dhe Bora ta dëgjonin. Era ndjeu gjakun t'i ngrinte. Ishte një pyetje që Lira e kishte bërë disa herë kohët e fundit, por kur në publik, kur përpara Arbërit. Ajo mund të ndjente sytë e tij të ktheheshin drejt saj, duke pritur një përgjigje që do të shpjegonte ndryshimet e dukshme fizike mes nënës dhe vajzës. Ndonjëherë vajzat nuk ngjajnë me mamat, u përgjigj Era me kujdes, zëri i saj tingëllonte më i tensionuar se ç'kishte qëllim. Ti je e bukur ashtu siç je. Por Bora ka flokë si të xhaxhi Arbërit, këmbënguli Lira, duke treguar një vëzhgim që ishte në të njëjtën kohë mbreslënës dhe shqetësues për një fëmijë 3 vjeçar. Dhe syt një lloj gjithashtu. Arbëri u ul në lartësinë e Lirës dhe për një moment Era mendoi se ai do të bënte pyetjen që ajo i friksoi. Në vend të kësaj, ai tha butësisht, e di, Lira, familjet vijnë në të gjitha llojet. Disa fëmijë ngjajnë me prindërit, të tjerë jo. E rëndësishmja është dashuria. Ishte një përgjigje e përsosur, diplomatike dhe e sjellshme. Por Era mund të shihte në sytë e Arbërit se pyetjet po formoheshin. Ai ishte shumë inteligjent për të mos vënë re mospërputhjet, shumë vëzhgues për të mos kuptuar se si ajo u shmangej disa pyetjeve për të kaluarën e Lirës. Pjesa tjetër e shëtitjes kaloi pa momente të tjera të sikletshme, por Era ndihej sikur po ecte mbi xhama të thyrë. Çdo ndërveprim, çdo pyetje e pafajshme e fëmijëve, çdo vështrim pyetës i Arbërit e bënte më nervoze se kur dhe si e vërteta do të shfaqej pashmangshmërisht. Kur u kthyen te shtëpia e Arbërit në fund të pasdites, vajzat ishin të raskapitura por të lumtura. Bora i tregoi Lirës dhomën e saj përsëri dhe këtë herë ofroi t'i huazonte disa lodra që t'i merrte me vete në shtëpi. Bujaria e vajzës e preku thellë Erën, por gjithashtu i intensifikoi ankthin e saj për përfshirjen e fëmijëve gjithnjë më shumë në një situatë që mund të përfundonte pa pritur. A do një kafe? Ofroi Arbëri ndërsa vajzat luanin në obor. Të ulur në balkon, duke vëzhguar Borën që i mësonte Lirës si të lëkundej në lëkundësen e vogël që Arbëri kishte instaluar për vajzën e tij, biseduan për ditën. Arbëri komentoi se sa mirë shkonin vajzat, se si Bora ishte bërë më e gëzuar që kur kishte njohur Lirën, se si ai vetë ndihej më shpresëdhënës për të ardhmen. Era, tha ai me hezitim, a mund të pyes diçka personale? Këtu ishte momenti që ajo ishte friksuar gjithë ditën. Era ndjeu zemrën t'i rrite fort, por pohoi, duke u përpjekur të dukej e qetë. Babai i Lirës a është i përfshirë në jetën e saj në ndonjë mënyrë? Ishte një pyetje e drejtë, veçanërisht duke pasur parasysh se ata po zhvillonin qartësisht një marrëdhënie serioze. Era kishte përgatitur disa versione përgjigjesh për këtë pyetje, por tani, duke parë në sytë e sinqertë të Arbërit, të gjitha dukeshin të papërshtatshme. Jo, u përgjigj ajo përfundimisht. Ai nuk ka qenë kur i pranishëm. Teknikisht, nuk ishte gënjeshtër. Lira nuk e kishte njohur kur baban biologjik, i cili e kishte lënë motrën e Erës shtatzën dhe ishte zhdukur plotësisht. Por nuk ishte as e vërteta e plot, dhe Arbëri meritonte më shumë se gjysmë të vërteta. Kjo duhet të ketë qenë e vështirë për ty, tha Arbëri me mirë kuptim. Të rritësh një fëmijë krejtësisht e vetme që nga lindja. Era gëlltiti pështymën. Çdo fjalë simpatie nga Arbëri e bënte të ndihej më keq për fshehjet e saj. Ai po përpiqej të ishte mirëkuptues për një situatë që as nuk e kuptonte plotësisht. Ishte sfiduese, pranoi ajo. Por Lira ka qenë gjithmonë një fëmijë i lehtë. Ajo është e veçantë, u pajtua Arbëri, duke vëzhguar vajzën që qeshte ndërsa Bora e shtynte në lëkundëse. Ju të dyja keni një lidhje të bukur.
Si kur ta dinte, mendoi Era se kjo lidhje nuk kishte filluar në lindje, por në një spital, kur ajo mbajti për herë të parë një foshnjë jetime dhe e diti menjëherë se do të bënte çdo gjë për ta mbrojtur. Si kur ta dinte për netët pa gjumë në muajt e parë, jo vetëm për shkak të një foshnjë e qeqante, por për shkak të vetëzisë për një motër të humbur dhe përgjegjësisë dërmuese të rritjes së vajzës së saj. Arbër, filloi ajo, duke ndjerë se mbase ishte koha që të paktën të fillonte të zbulonte një pjesë të së vërtetës. Babi, bërtiti Bora nga obori. Lira vrau gjurin. Momenti kaloi. Arbëri vrapoi për të verifikuar vajzat dhe kur u kthye me Lirën në krah, duke i pastruar një gërvishtje të vogël dhe duke i dhënë puthje për t'ia kaluar dhimbjen, mundësia për bisedë intime ishte zhdukur. Duke u kthyer me makinë më vonë, Lira fjeti në ndenjësen e pasme e përqafuar me një luan të vogël pellushi që Bora kishte këmbëngulur që ajo ta merrte. Era shikoi në pasqyrë vajzën e saj që flinte e qetë dhe ndiu një përzierje komplekse dashurie, frike dhe faji. Lira po lulëzonte qartësisht me vëmendjen e një familjeje të zgjeruar. Për herë të parë në jetën e saj të re, ajo kishte një figurë atërore të pranishme, një shoqe të moshës së saj, një ndjenjë se i përkiste diçkaje më të madhe se sa vetëm ato të dyja. Si mund t'ia privonte Era këtë vajzës së saj? Por në të njëjtën kohë, si mund të vazhdonte ta ndërtonte këtë marrëdhënie mbi themele të paqëndrueshme? Arbëri po bëhej sinqerisht i lidhur me to të dyja dhe ajo me të. Fëmijët tashmë e shihnin veten si motra. Sa më shumë kohë kalonte pas zbuluar të vërtetën, aq më e dhimbshme do të ishte zbulimi eventual për të gjithë të përfshirët. Dhe kishte gjithashtu nevojat e saj emocionale për t'u marrë parasysh. Prej vitesh nuk ishte ndjerë e dëshiruar, e vlerësuar, pjesë e një partneriteti real. Arbëri e shikonte sikur ajo ishte jo vetëm një nën kompetente, por një grua interesante dhe tërheqëse. Ai kërkonte mendimin e saj, ndante shqetësimet e tij për prindërimin, e bënte të ndihej e parë dhe e vlerësuar. Duke parkuar përpara ndërtesës, Era e mbajti Lirën e fjetur shkallëve lart, duke reflektuar për zgjedhjet që do t'i duhej të bënte së shpejti. Nuk mund të vazhdonte pafundësisht duke jetuar këtë dy fishim gëzimi dhe ankthi. Përfundimisht do të duhej të vendoste, t'i tregonte Arbërit për rrethanat e vërteta që e çuan të kishte Lirën dhe të rrezikonte të humbiste gjithçka që kishin ndërtuar, ose të gjente një mënyrë për t'u larguar gradualisht para se të gjithë të lëndoheshin më thellë. Duke e shtrirë Lirën në krevatin e saj dhe duke e vëzhguar duke fjetur me luanin e Borës të përqafuar fort, Era kuptoi se vendimi mbase nuk ishte më plotësisht i saj. Fëmijët tashmë kishin zgjedhur të donin njëra tjetrën si motra. Arbëri tashmë kishte treguar se i shihte si familje. Mbase pyetja e vërtetë nuk ishte nëse ajo duhet të tregonte të vërtetën, por kur dhe si ta bënte në atë mënyrë që të mbronte të gjithë të përfshirët, veçanërisht Lirën, e cila nuk kishte kërkuar të mbante peshën e komplikimeve të rriturve. 3 javë pas shëtitjes në kopshtin zoologjik, rutina e Erës kishte ndryshuar plotësisht. Ajo që kishte filluar si takime rastësore kishte evoluar në një marrëdhënie ku Arbëri dhe Bora ishin bërë pjesë integrale e jetëve të tyre. Ata hanin darkë bashkë të paktën 3 herë në javë, vajzat flinin në shtëpinë e njëra tjetrës fundjavave, dhe Era e gjente veten duke menduar për ta si një familje të vërtetë. Arbëri kishte filluar ta ndihmonte me gjëra të vogla praktike, rregulloi rubinetin që rrifte në apartamentin e saj, e çoi Lirën te mjeku kur ajo pati temperaturë dhe Era nuk mundi të largohej nga puna, dhe madje ofroi shtëpinë e tij kur kondicioneri i saj u prish gjatë një vale të nxehti. Çdo gjest kujdesi e bënte të dashurohej më shumë me të, por gjithashtu intensifikonte fajin për fshehjet e saj. Ishte një të premte mbrëma kur gjithçka filloi të shpërbëhej. Fëmijët luanin në oborin e Arbërit ndërsa ai dhe Era po përgatitnin darkën bashk, një aktivitet që ishte bërë një ritual ngushëllues. Bora po i mësonte Lirës si të mbillte fara luledielli në vazo të vogla, dhe të dyja bisedonin me emocion se si lulet do të rriteshin. Mami, bërtiti Lira nga dritarja, Bora tha se bimët rriten sepse kanë fara nga prindërit bim. A kam unë fara nga ti? Pyetja, në dukje e pafajshme, e bëri Erën të lëshonte lugën që po mbante. Arbëri e shikoi me shqetësim, duke vënë re reagimin e saj disproporcional. Sigurisht që ke, zemër, u përgjigj Era, duke u përpjekur ta mbante zërin të ekuilibruar. Të gjithë fëmijët kanë karakteristika të prindërve. Por unë nuk ngjaj fare me ty, këmbënguli Lira, tani e ndaluar te dera e kuzhinës, me duart e bëra me dhe. Dhe nuk kam foto të kohës kur isha foshnjë në albumet e tua. Heshtja në kuzhinë ishte shurdhuese.
Arbery kishte ndaluar së trazuari salcën dhe shikonte herë erën dhe herë lirën, qartësisht duke procesuar vëzhgimin çuditërisht të pjekur të fëmijës 3 vjeçar. Lira, shkolaj duart për darkë, tha Era, zëri i saj më i prerë se zakonisht. Kur vajza u largua duke vrapuar, Arbery vazhdoi të gatuante, por Era mund ta ndjente peshën e pyetjeve të tij të paformuluara. Ai qartësisht po priste që ajo të ofronte ndonjë shpjegim, por ajo nuk mund të gjente fjalë që të ishin të vërteta pa qenë plotësisht zbuluese. Fëmijët bëjnë pyetje të vështira ndonjëherë, tha ajo përfundimisht, duke u përpjekur të tingëllonte rastësore. Po, u pajtua Arbery, por toni i tij ishte i kujdesshëm. Lira është shumë vëzhguese për moshën e saj. Gjatë darkës, Bora u përpoq ta gëzonte Lirën duke treguar histori për shkollën, por atmosfera kishte ndryshuar. Era ndjente sikur Arbery po e studionte, duke u përpjekur të deshifronte mospërputhjet që kishte filluar të vinte re. Pasi fëmijët shkuan në dhomën e Borës për të parë një film, Arbery dhe Era u ulën në balkon me kafe. Heshtja mes tyre ishte e tensionuar, e ngarkuar me pyetje të pabëra dhe përgjigje të padhëna. Era, filloi Arbery me hezitim, a mund të them diçka? Ajo pohoi, duke u përgatitur për më të keqen. Unë jam dashuruar me ty, tha ai butësisht. Me ty dhe me Lirën. Këta muajt e fundit kanë qenë më të lumturit që unë dhe Bora kemi pasur që kur humbëm Rozafën. Për herë të parë, ai kishte përmendur emrin e bashkëshortes së ndjer. Rozafa. Era ndjeu sikur ishte goditur nga një rrufe. Këtu ishte Arbery duke i rrëfyer dashurinë pikërisht kur ajo ndihej më shumë si gënjeshtare. Arber. Filloi ajo, por ai e ndërpreu. E di që është ende herët dhe e di që situata ime është e komplikuar. Humbja e Rozafës më la me frikën e lidhjes përsëri, me frikën se Bora do të lidhej me dikë që mund të zhdukej. Por ju të dyja hyrët në jetët tona dhe gjithçka u bë më e ndritshme. Fjalët e tij ishin gjithçka që ajo kishte ëndërruar të dëgjonte, por vinin në momentin më mizor të mundshëm. Si mund të përgjigjej? Si mund të thoshte se edhe ajo e donte kur mbante sekrete që mund të shkatëronin gjithçka? Edhe unë jam dashuruar, pranoi ajo, fjalët dolën para se të mund t'i ndalonte. Por Arber ka gjëra për mua, për jetën time. Babi, bërtiti Bora nga shtëpia. Lira po qan. Të dy vrapuan brenda, duke gjetur Lirën me lot në sy në dhomën e Borës. Vajza kishte parë një makth, diçka rreth të qenit e humbur dhe mosmundësisë për të gjetur mamin e saj të vërtetë. Era e ngushëlloi, duke e mbajtur në krah dhe duke i përshpëritur fjalë qetësuese, por fjalët e makthit bënin njehon në mendjen e saj. Edhe duke fjetur, Lira po procesonte pyetjet për origjinën e saj që kishin filluar të shfaqeshin në mënyrë më urgjente. Ndonjëherë ajo sheh makthe, shpjegoi Era për Arberin ndërsa përkuthte Lirën. Që e vogël. Ishte e vërtetë, por jo e gjithë e vërteta. Makthet e Lirës ndonjëherë përfshinin fragmente kujtimesh që një fëmijë 3 vjeçar nuk duhet t'i kishte, kujtime spitali, zërash që qanin, ndryshimesh të papritura të ambientit. Psikologjia që Era kishte konsultuar diskretisht shpjegoi se fëmijët e birsuar shumë të vegjël ndonjëherë ruanin mbresa shqisore të traumës fillestare. Arbery i vëzhgoi me butësi, por Era mund të shihte pyetjet që grumbulloheshin në sytë e tij. Pse një fëmijë 3 vjeçar do të kishte makthe të përsëritura për mamin e vërtetë? Pse Lira nuk kishte foto foshnjeje? Pse pyetjet e saj për ngjashmërinë fizike ishin aq këmbëngulëse? Kur më në fund arritën ta qetësonin Lirën dhe ta vinin të flinte në divanin e dhomës së ndenjes, Arbery dhe Era u kthyen në balkon. Momenti intim i mëparshëm ishte thyer, por tensioni mbetej. Era, tha Arbery me delikatesë, unë nuk dua të detyroj asgjë, por ndjej se ka gjëra që ti nuk po mi tregon. Për Lirën, për ju të dyja. Ajo ndjeu zemrën t'i rrite fort. Çfarë do të thuash? Pyetjet e saj për ngjashmërinë fizike, mungesa e fotove të foshnjërisë, makthet për mamin e vërtetë. Është sikur ka pjesë që mungojnë në histori. Era shikoi duart e saj, e path të gjente sytë e tij. Këtu ishte momenti që ishte frikësuar dhe e kishte pritur në të njëjtën kohë. Arbery ishte shumë inteligjent, shumë vëzhgues dhe shumë i kujdesshëm me Borën për të injoruar mospërputhjet. Është e komplikuar, tha ajo përfundimisht. E di që është. Por Era, nëse do të përpiqemi të ndërtojmë diçka bashkë, nëse do t'i përfshijmë vajzat tona në këtë, unë duhet të kuptoj. Bora tashmë e ka humbur nënën. Ajo nuk mund të lidhet me një situatë që mund të ndryshojë dramatikisht.
Përmendja e Borës si motivim ishte si një grusht në stomak. Era kuptoi se Arbëri nuk ishte vetëm i shqetësuar për pyetjet e tij, por po e mbronte në mënyrë aktive vajzën nga braktisja e mundshme shtesë. Si mund ta fajsonte për këtë? Ke të drejtë, tha ajo butësisht. Bora meriton stabilitet. Ju të dy meritoni. Atëherë më trego. Beso tek unë. Era shikoi shtëpinë ku Lira flinte në divan, e përqafuar me ariun e pellushit që Bora ia kishte dhënë. Shikoi Arbërin, sytë e të cilit tregonin shqetësim të sinqert, jo gjykim. Mendoi për Rozafën, gruan që ai kishte dashur dhe humbur, për Borën që kishte nevojë për siguri emocionale, për Lirën që meritonte një familje që ta donte pa kushte. Arbër, filloi ajo, zëri i saj po dridhej, Lira ajo nuk lindi prej meje. Fjalët dolën si një pëshpërim, por mund të kishin qenë një bërtitje për mënyrën se si bën Jehon në heshtjen e natës. Arbëri mbeti krejtësisht i palvizur duke procesuar atë që sapo kishte dëgjuar. Çfarë do të thuash? Pyeti ai me kujdes. Ajo ishte vajza e motrës sime. Teutës. Shqiptimi i emrit të motrës së ndjer ishte si të hapje një plag që kur nuk ishte shëruar plotësisht. Teuta u largua kur Lira ishte vetëm 6 muajshe. Arbëri vazhdonte në heshtje, por ajo mund të shihte mira pyetje që po formoheshin në mendjen e tij. Unë e rrita atë që atëherë si vajzën time. Ligjërisht, ajo është vajza ime. Emocionalisht, ajo është vajza ime. Por biologjikisht, ajo është mbesa jote, plotësoi Arbëri butësisht. Ishte më e komplikuar se aq, vazhdoi Era, fjalët tani po rridhin si një rrëke që ishte bllokuar për një kohë të gjallë. Teuta ishte e sëmur. Ajo më bëri të premtoja se do të kujdesesha për Lirën sikur të ishte vajza ime. Tha se nuk donte që ajo të rritej duke e ditur se ishte jetime, se ishte braktisur. Donte që ajo të ndihej e dashur dhe e dëshiruar që nga dita e parë. Arbëri i thithi informacionet në heshtje. Era nuk mund ta lexonte shprehjen e tij në errësirën e balkonit dhe pasiguria po e vriste. Pse nuk ma tregove këtë më parë? Pyeti ai përfundimisht. Sepse Era gëlltiti lotët që kërcënonin të shfaqeshin. Sepse sa herë që tregoj këtë histori, njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme. Disa mendojnë se jam një shenjtore që kam shpëtuar një fëmijë jetim. Të tjerë mendojnë se fsheh diçka të errët. Dhe disa thjesht nuk mund t'ia dalin me një histori familjeje jo tradicionale. Dhe ti mendove se unë do të isha cili lloj? Nuk e dija. Dhe sa më shumë kohë kalonte, aq më e vështirë bëhej të tregoja. Veçanërisht sepse Lira nuk e di ende. Ajo mendon se unë jam nëna e saj biologjike dhe psikologjia më udhëzoi të pres derisa ajo të ketë moshën e duhur për të kuptuar. Arbëri u ngrit dhe eci deri te rrethimi i balkonit, duke parë oborrin ku vajzat kishin mbjell fara luledielli më herët. Era vëzhgoi shpinën e tij të tensionuar dhe ndjeu sikur bota po shpërbëhej. Pra, tha ai ngadalë, kur më the se babai nuk kishte qenë kur i pranishëm. Babai biologjik e braktisi Teutën kur zbuloi se ajo ishte e sëmur. Ajo kur nuk më tha se kush ishte, dhe sinqerisht kur nuk më interesoi ta dija. Për të gjitha efektet, Lira nuk ka baba biologjik të pranishëm. Arbëri u kthye për ta parë. Dhe Teuta? Si ajo? Komplikime nga një sëmundje autoimune që e zbuloi gjatë shtatzënisë. Mjekët thanë se stresi i shtatzënisë e përshpejtoi gjithçka. Ajo zgjati 6 muaj pasi lindi Lira. Heshtja që pasoi u duk sikur zgjati pafundësi. Era vëzhgoi Arbërin duke procesuar të gjitha informacionet, pa kur ai lidhi pjesët, maktet e Lirës për spitalin, mungesa e fotove të foshnjërisë, pyetjet për ngjashmërinë fizike, shmangia e saj për të kaluarën. Era, tha ai përfundimisht duke u kthyer për të ulur pranë saj. Faleminderit që më tregove. Fjalët nuk ishin ato që ajo priste. Nuk ishin as refuzim, as pranim i plot, por diçka ndërmjetëse që e la atë edhe më të pasigurt. Dhe tani, pyeti ajo, me zë të vogël. Tani, tha Arbëri, duke i marrë dorën, duhet të vendosim se çfarë do të thotë kjo për ne. Për vajzat. Për gjithçka që po përpiqemi të ndërtojmë bashkë. 3 ditët pas rrëfimit ishin më të gjatat në jetën e Erës. Arbëri ishte treguar i sjellshëm kur ajo u largua atë natë, duke mbajtur Lirën e fjetur, por kishte një distancë në sytë e tij që ajo kur nuk e kishte parë më parë. Ai tha se kishte nevojë për kohë për të procesuar gjithçka, se do të flisnin kur ai të ishte gati.
Era punoi nga shtëpia duke u përpjekur të mbante rutinën normale për Lirën, por përqendrimi i saj ishte krejtësisht i coptuar. Me çdo njoftim në celular, zemra i rrite fort duke pritur që të ishte arbëri. Me çdo orë që kalonte pa lajme, ajo bindej më shumë se kishte humbur dashurinë e jetës së saj nga që kishte pritur shumë kohë për të qenë e sinqertë. Lira, me intuitën e mbredhtë të fëmijëve të vegjël, ndjente se diçka nuk ishte në rregull. Pse nuk shkojmë më te shtëpia e Xhaxhi Arbërit, pyeste ajo vazhdimisht. Ku është Bora? Ata janë të zënë këtë javë, zemër, përgjigjej Era, duke u rryer çdo gënjeshtër që dilte nga goja e saj. I kishte premtuar vetes të mos gënjente më, veçanërisht Lirën, por si t'i shpjegonte një fëmijë 3 vjeçar se kishte treguar një sekret që mund t'i kishte dhënë fund familjes së tyre të sapo formuar? Të mërkurën pasdite, telefoni më në fund ra. Ishte Arbëri. Era, a mund të flasim? Sot në mbrëmje, pasi vajzat të kenë fjetur? Mund të vij deri aty. Zëri i tij ishte i kujdesshëm, formal, aq i ndryshëm nga intimiteti që kishin ndarë javët e fundit, saqë Era ndjeu stomakun t'i rrotulloi. Sigurisht, u përgjigj ajo, duke u përpjekur të tingëllonte më e qetë se ç'ndihej. Lira do të gëzohet shumë kur të shoh. Në fakt, Arbëri hezitoi, do të ishte më mirë nëse do të flisnim vetëm ne të dy fillimisht. Ka gjëra që duhet t'i sqarojmë para se t'i përfshijmë fëmijët përsëri. Toni i prerë në zërin e tij konfirmoi frikërat më të mëdha të Erës. Ai kishte vendosur se nuk mund të përballonte kompleksitetin e situatës së saj, se ajo kishte gënjur përmes fshehjes për një kohë të gjatë, se nuk mund t'i besonte asaj për të qenë e sinqertë për gjëra të tjera të rëndësishme. Kur Arbëri mbërriti në orën 8 të mbrëmjes, Lira tashmë po flinte. Era kishte kaluar 2 orë duke rregulluar apartamentin me nervozizëm, duke ndëruar rrobat 3 herë dhe duke ushtruar mendërisht versione të ndryshme të asaj që mund të thoshte për të shpëtuar marrëdhënien. Arbëri kishte veshur këmishën blu që ajo adhuronte, por sytë e tij kishin një seriozitet që e bëri të ndihej sikur ishte gati të merrte një dënim gjyqësor. Ata u ulën në dhomën e vogël të ndenjes, një hapësirë që papritur u duke papërshtatshme për një bisedë aq të rëndësishme. Si je, pyeti ai, dhe ajo pothuajse qeshi me formalitetin e pyetjes. E tmerruar, pranoi ajo. Arbër, e di që kam bërë një gabim duke mos treguar gjithçka që në fillim. E di që ke çdo të drejtë të jesh i zemëruar me mua. Nuk jam i zemëruar, tha ai butësisht. Jam i konfuzuar. Dhe i shqetësuar. I shqetësuar për çfarë? Arbëri mori frym thellë para se të përgjigjej. Për Borën. Për atë se çfarë do të thotë kjo për ne. Era, vajza ime tashmë e ka humbur nënën. Ajo nuk mund të lidhet me një situatë që mund të komplikohet ligjërisht ose emocionalisht. Çfarë do të thuash me komplikohet ligjërisht? A ka lira familjar të tjerë? Gjyshër? A mund të rishfaqet babai biologjik? A ka çështje të kujdestarisë që unë duhet t'i di? Pyetjet ishin praktike, të logjikshme, saktësisht lloji i shqetësimit që duhet të kishte një baba përgjegjës. Por secila prej tyre ndihej si një akuzë se Era kishte qenë e papërgjegjshme duke fshehur informacione të rëndësishme. Prindërit e mi kanë ndëruar jetë para se të lindte Lira. Teuta ishte motra ime e vetme. Sa i përket babait biologjik, Teuta më tha se ai nënshkroi heqjen dorë nga atësia kur zbuloi se ajo ishte e sëmurë. Ligjërisht, unë jam familja e vetme që Lira ka. Por po sikur ai të ndryshoj mendje? Po sikur të zbuloj se ekziston një vajzë dhe të doj ta njoh? Arbër, kjo ka ndodhur para më shumë se 3 vitesh. Nëse ai do të donte të ishte i pranishëm, do të ishte shfaqur kur Teuta ishte në spital, kur Lira ishte në dhomën e foshnjave duke pasur nevojë për dikë. Ai e bëri zgjedhjen e tij. Arbëri pohoi, por ajo mund të shihte se shqetësimet e tij nuk ishin zbutur plotësisht. Dhe Lira? Kur ke ndërmend ti tregosh asaj për Teutën? Psikologjia rekomandoi të presim deri në moshën 5 ose 6 vjeçare, kur ajo të ketë kapacitet emocional për të kuptuar. Për momentin, ajo e di që unë jam nëna e saj, që e dua pa kushte, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Por ajo tashmë po bën pyetje. Për atë pse nuk ngjan me ty, për fotot e foshnjërisë. Si do t'ja dalësh me këtë? Ishte pyetja që e mbante Erën zgjuar çdo natë. Do të jem e sinqert me të në përputhje me moshën e saj. Do të shpjegoj se jo të gjithë fëmijët ngjajnë me prindërit, se familjet vijnë në forma të ndryshme.
dhe kur ajo të ketë moshën e duhur, do t'i tregoj për Teutën me gjithë dashurinë dhe respektin që motra ime meriton. Arbery mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke studiuar fytyrën e saj. Era, unë e kuptoj pse i bëre zgjedhjet që bëre. E kuptoj pse e birësove lirën, pse dëshiron ta mbrosh, pse nuk ma tregove historinë e plot me njëherë. Ajo ndjeu një shkëndijë shprese. Por nuk e di nëse mund t'ja dal me më shumë surpriza. Bora ka nevojë për stabilitet. Ajo ka nevojë për njerëz në jetën e saj që të jenë plotësisht të sinqertë me mua për situatat që mund ta prekin atë. E kuptoj, tha Era, ndonse fjalët ishin si xhama në fytin e saj. Ti po mbron vajzën tënde. Është saktësisht ajo që një baba i mirë duhet të bëjë. Dhe ti po mbron tënden. Por mbase situatat tona janë shumë të komplikuara për t'u përzier. Këtu ishte vendimi që ajo ishte frikësuar. Arbery ishte i sjellshëm dhe mirëkuptues, por po largohej. Bora e kishte humbur nënën dhe nuk mund të rrezikonte të humbte një figurë nënështesë nëse situata me lirën komplikohej. Ishte logjike, e arsyeshme dhe krejtësisht shkatërruese. A mund të pyes diçka, tha Era, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Nëse unë do të kisha treguar për Teutën që në ditën e parë, a do të kishit reaguar ndryshe? Arbery mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Sinqerisht, nuk e di. Situata në vetvete nuk është problemi, Era. Problemi është se ti më le të dashurohem, le Borën të dashuroj me ju të dyja, pa më dhënë të gjitha informacionet për të bërë zgjedhje të vetëdijshme. Ke të drejtë, pranoi ajo. Isha e frikësuar. E frikësuar se do të gjykohesha, e frikësuar se do të humbisja diçka që po bëhej e rëndësishme për mua. Por kjo nuk e justifikon fshehjen e informacioneve të rëndësishme. Dhe tani? Si t'ua shpjegojmë vajzave që nuk do të shihemi më? Bora ka pyetur për lirën çdo ditë. Ajo bëri një byzylyk për t'ia dhënë asaj. Përmendja e fëmijëve theu rezistencën e fundit emocionale të Erës. Lotët që ajo i kishte mbajtur për ditë të tëra më në fund filluan të rrjedhin. Nuk e di. Thuaj që lira dhe unë duhet të udhëtojmë. Ose që jemi të zëna. Jepi kohë që ajo të harroj. Fëmijët nuk harrojnë ashtu, Era. Ata tashmë e shohin veten si motra. Atëherë çfarë sugjeron ti? Arbery u ngrit dhe eci deri te dritarja e dhomës, duke parë rrugën ku disa fëmijë luanin nën dritën e shtyllave. Nuk e di. Kjo situatë e gjitha është për te i përvojësime. Pikërisht atëherë dëgjuan një zhurmë në dhomën e lirës. Vajza ishte zgjuar dhe po qante. Era u ngrit për të shkuar ta verifikonte, por Arbery e ndoqi. Ata i gjetën lirën të ulur në krevat, duke përqafuar ariun e pellushit me lot që i rridhnin në përfytyrë. Pash në ëndër Borën, tha ajo mes dënesave. Ajo po largohej dhe unë nuk arrija ta kapja. Era e mori vajzën në krah, duke ndjerë zemrën t'i thyej. Edhe duke fjetur, lira ndjente se po humbiste familjen që kishte gjetur. Ishte thjesht një ëndër, zemër. Ku është Bora? Pse nuk vjen më këtu? Era shikoi Arberin mbi kokën e lirës, duke ju lutur në heshtje për ndihmë. Si t'i shpjegonte një fëmijë 3 vjeçar se të rriturit kishin komplikuar gjithçka. Arbery u afrua dhe u gjunjëzua anash krevatit. Bora është mirë, lira. Ajo është në shtëpi, duke fjetur, ashtu siç duhet të jesh edhe ti. Por unë kam mall për të. Dhe për ty, Xhaxhi Arber. Fjalët e thjeshta dhe të sinqerta të fëmijës thyen diçka te Arbery. Era mund të shihte në sytë e tij luftën mes nevojës së tij për të mbrojtur Borën dhe afeksionit të sinqertë që kishte zhvilluar për lirën. Edhe unë kam mall për ty, pranoi ai butësisht. Edhe Bora ka mall për ty. Atëherë pse nuk vini më këtu? Arbery shikoi Erën dhe ajo pa në fytyrën e tij të njëjtën dilemë që e mundonte edhe atë. Si ti mbronin fëmijët nga komplikimet e të rriturve pa i privuar ata nga dashuria që kishin gjetur? Është e komplikuar, e vogël, tha Arbery përfundimisht. Ndonjëherë të rriturit duhet të zgjidhin disa gjëra para se fëmijët të mund të luajnë përsëri bashkë. Çfarë lloj gjërash? Gjëra të mërzitshme të rriturish, ndërhyni Era, duke e përkundur lirën përsëri në gjumë. Asgjë për të cilën ti duhet të shqetësohesh. Kur lira më në fund ra përsëri në gjumë, Arbery dhe Era u kthyen në dhomën e ndenjes në heshtje. Momenti me fëmijën kishte ndryshuar diçka në ajër mes tyre.
Dhimbja reale e një fëmije të pafajshëm i kishte bërë shqetësimet e tyre të rriturisht simultanisht më të rëndësishme dhe më pak relevante. Arber, tha Era butësisht, unë kur nuk kam dashur të lëndoj askën. Veçanërisht jo Borën, jo Lirën. Nëse ti mendon se është më mirë të largohemi për t'i mbrojtur ato, unë e kuptoj. Problemi është se mbase është shumë vonë për t'i mbrojtur, u përgjigj Arbëri. Ato tashmë e duan njëra tjetrën. Bora qanë çdo natë duke pyetur se kur do ta shoh Lirën përsëri. Dhe nga ajo që sapo pash, Lira po vuan në të njëjtën mënyrë. Atëherë çfarë bëjmë? Arbëri e shikoi për një moment të gjatë dhe Era pa në atë vështrim të gjithë kompleksitetin e situatës së tyre. Dy prindër të vetëm që përpiqeshin të mbronin vajzat e tyre, por duke zbuluar se mbase dëmi më i madh vinte nga ndarja e tyre. Nuk e di, pranoi ai përfundimisht. Por mbase duhet ta zbulojmë bashkë. 2 javë pas asaj nate të vështirë, Era ishte në parkun ku kishte çuar Lirën për herë të parë për të takuar Arbërin dhe Borën. Këtë herë, megjithatë, ishte vetëm, e ulur në të njëjtin stol ku kishte ndjekur vajzat duke u njohur dhe duke u dashuruar menjëherë si motra. Arbëri kishte kërkuar të takoheshin aty, larg fëmijëve, për një bisedë që ai tha se ishte e rëndësishme. Gjatë 2 javëve që nga biseda e tyre e fundit, kishin shkëmbyer vetëm mesazhe praktike për vajzat, të cilat vazhdonin të pyetnin pa pushim se kur mund të shiheshin përsëri. Kur Arbëri u shfaq duke ecur nëpër park, Era vuri re se ai dukej ndryshe. Më pak i tensionuar, më i vendosur. Ai ul pranë saj në stol, të dy duke vëzhguar familjet e tjera që shijonin të shtunën me diell. Si është Lira? Pyeti ai. Pyet për Borën çdo ditë. Ajo bëri një vizatim për t'ia dhënë asaj. Po ti? Si është Bora? E njëjta gjë. Dje pyeti nëse kishte bërë diçka të gabuar që ju kishit pushuar së na vizituari. Arbëri ndaloi për një moment. Era, fola me psikologen e Borës për situatën tonë. Era ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Një psikologe profesionale kishte analizuar historinë e saj dhe ndoshta kishte arritur në përfundimin se ajo ishte e papërshtatshme për të qenë pranë një fëmije që tashmë kishte humbur aq shumë. Çfarë tha ajo? Tha shumë gjëra interesante, u përgjigj Arbëri duke u kthyer për ta parë. Së pari, se familjet e formuara nga zgjedhja, jo vetëm nga biologjia, janë shpesh më të forta sepse bazohen në dashuri të vetëdijshme, jo në detyrim. Era puliti sytë e surprizuar. Nuk ishte kjo ajo që priste të dëgjonte. Së dyti, vazhdoi Arbëri, se ti bëre saktësisht atë që çdo person që do një fëmijë duhet të bëjë, ta mbrosh atë nga ndjenja e të qenit e padëshiruar apo e braktisur. Së treti, se Lira është qartësisht një fëmijë i dashur, i sigurt dhe i mirëpërshtatur, gjë që tregon se ti ke qenë një nënë e jashtëzakonshme. Fjalët ishin si një balsam mbi plagët që Era as nuk e dinte se ishin ende të hapura. Për 3 vite, ajo kishte mbajtur dyshime sekrete nëse po bënte mjaftueshëm, nëse zgjedhjet e saj kishin qenë të sakta, nëse Lira do të ishte më mirë me një familje tradicionale. Dhe së katërti, tha Arbëri duke i marrë dorën, se Bora ka nevojë për stabilitet, por gjithashtu ka nevojë për dashuri. Dhe ajo qartësisht të do ty dhe Lirën. T'ju ndajmë tani do të shkaktonte më shumë dëm se sa çdo komplikim që historia jote familjare mund të sillte. Era ndjeu lotët t'i piçkonin syt. Arbër. Unë i kalova këto 2 javë duke menduar për gjithçka që më tregove. Për Teutën, për zgjedhjet që bëre, për atë pse prite për të më treguar. Dhe e di çfarë kuptova? Ajo tundi kokën, e paftë për të folur. Se ti je saktësisht lloji i personit që unë dua në jetën e Borës. Dikush që vendos mirëqenien e një fëmije mbi gjithçka, që bën sakrifica të mëdha për dashurinë, që ka guximin të bëjë zgjedhje të vështira kur është e nevojshme. Por unë të gënjeva. Përmes fshehjes, por të gënjeva. Ti mbrojte vajzën tënde derisa u sigurove që mund të më besoje mua. Si baba, unë e kuptoj këtë plotësisht. Në fakt, do të ishte më shqetësuese nëse do të kishe treguar detaje intime të jetës së Lirës një të huaj. Arbëri u ngrit dhe e tërhoqi që të ngrihej edhe ajo. Era, a do të ndërtosh një familje me mua? Një familje reale, të bazuar në sinqeritet, dashuri dhe në përkushtimin për t'i vendosur gjithmonë vajzat tona në plan të parë? Zemra e Erës ndaloi. E ke seriozisht? Kur nuk kam thënë asgjë më seriozisht në jetën time. Unë të dua. Dua Lirën. Dhe e di që Bora ju do ju të dyja gjithashtu.
Nuk do ta lëm frikën të na pengojë të jemi të lumtur. Era shikoi në sytë e tij dhe pa sinqeritet absolut. Pas viteve që ndihej sikur duhej të provonte vazhdimisht se meritonte të ishte nëna e lirës, këtu ishte një burr që jo vetëm e pranonte historinë e saj, por festonte forcën dhe dashurinë që ajo kishte treguar. Po, përshpëriti ajo, dhe pastaj më fort, po, unë dua të ndërtoj një familje me ty. Arbery e puthi aty në park, një puthje që vuloste jo vetëm romancën mes tyre, por përkushtimin ndaj një familjeje të formuar nga zgjedhja, dashuria dhe guximi. Tani, tha ai kur u shkëputën, çfarë thoni sikur të shkojmë të marrim vajzat tona dhe t'u tregojmë se nuk do të kenë nevojë më të kenë mall? 3 muaj pas shëtitjes në kopshtin zoologjik, Era ishte ndaluar në balkonin e shtëpisë së Arberyt, e cila tani ishte edhe shtëpia e saj. Obori, dikur lehtësisht i braktisur, ishte shndërruar në një kopsht me ngjyra që ato e kishin mbjell bashkë. Farat e lulediellit që Bora dhe Lira mbollën në ditën e parë ishin tani të larta dhe të lulëzuara, duke u lëkundur butësisht në flladin e pasdites. Vajzat luanin në obor, Lira duke u përpjekur t'i mësonte Borës të bënte rrotullime në bar, ndërsa Bora me durim demonstronte se si bëheshin byzylykët me lule. Ato ishin përshtatur me jetën bashkë sikur të kishin lindur motra, duke krijuar kode sekrete, duke ndar lodrat dhe duke u kujdesur për njëra tjetrën me dashurinë natyrale të motrave të vërteta. Për çfarë po mendon? Pyeti Arbery, duke u shfaqur pranë saj me 2 filxhan kafe. Për atë se si gjithçka ndryshoi, u përgjigj Era, duke pranuar filxhanin dhe duke u mbështetur pas tij. Para një viti, unë dhe Lira ishim vetëm ne të dyja kundër botës. Tani ju jeni pjesë e diçkaje më të madhe. Saktësisht. Dhe e di çfarë është e çuditshme? Unë gjithmonë kam menduar se zbulimi i së vërtetës për Teutën dhe Lirën do të shkatëronte çdo shans për lumturi që kishim. Por në fakt, ishte e kundërta. Arbery pohoi. E vërteta na çliroi për të dashuruar pa rezerva. Ata kishin vendosur bashkë se si dhe kur t'i tregonin Lirës për Teutën. Do të ishte një bisedë graduale, e përshtatshme për moshën, e fokusuar në dashurinë e madhe që si Teuta ashtu edhe Era ndjenin për të. Arbery sugjeroi përfshirjen e Borës në bisedë, që vajzat të kuptonin se familjet vijnë në të gjitha format dhe se dashuria është më e rëndësishme se biologjia. Mami. Babi, bërtiti Bora nga obori. Ajo kishte filluar ta thërriste Erën mami spontanisht disa javë pasi ishin zhvendosur bashkë, një gjest që ende e bënte zemrën e Erës të rrite nga emocioni. Shikoni. Luledielli janë më të mëdha se unë tani. Ishte e vërtetë. Lulet që vajzat kishin mbjellë si simbole të një misie fillestare tani ishin të larta dhe të lulëzuara, si familja që kishin ndërtuar. Ato u rritën sepse u kujdesën mirë, tha Arbery, duke e përqafuar Erën më fort. Si të gjithë ne, u përgjigj ajo. Atë natë, pasi vajzat ranë në gjumë në dhomat e tyre, Arbery dhe Era u ulën në balkon duke vëzhguar yjet. Heshtja mes tyre ishte e rehatshme, e ngarkuar jo me pyetje të pabëra, por me kënaqësi të ndarë. Era, tha Arbery butësisht, faleminderit. Për çfarë? Sepse pate guximin të më tregoje të vërtetën, edhe me frikë. Sepse ke rritur një fëmijë aq të mrekullueshëm. Sepse e ke pranuar Borën si vajzën tënde. Sepse më tregove se është e mundur të ndërtosh një familje të bukur nga pjesë të thyera. Era shikoi shtëpinë ku vajzat e saj flinin të qeta, ku kishte gjetur jo vetëm dashuri romantike, por një ndjenjë plotësie që kurrë nuk e kishte përjetuar. Arbery, faleminderit ty. Për çfarë? Sepse më tregove se familja nuk ka të bëjë me përsosmërinë apo me kallëpet tradicionale. Ka të bëjë me zgjedhjen për të qëndruar, zgjedhjen për të dashuruar, zgjedhjen çdo ditë për të ndërtuar diçka të bukur bashkë. Ata mbetën në heshtje për edhe disa minuta, duke vëzhguar lulediellit që lëkundeshin butësisht në obor. 2 njerëz që kishin gjetur dashurinë pas humbjes, 2 fëmijë që kishin fituar motra dhe prindër të rinj, një familje e krijuar jo rastësisht, por me zgjedhje të vetëdijshme për të dashuruar pa kushte. A mendon se Teuta do të ishte dakord? Pyeti Era qetësisht. Arbery i mori dorën. Unë mendoj se ajo do të ishte e lumtur duke e ditur se Lira u rrit në një shtëpi plot dashuri, me një nën që e do thellësisht dhe një motër që e adhuron. Unë mendoj se ajo do të ishte krenare për ty. Era ndjeu një paqe që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Teuta ishte larguar, por trashëgimia e saj jetonte në çdo të qeshur të Lirës, në çdo moment gëzimi që vajza përjetonte, në çdo ditë dashurie të pakushtëzuar që merrte.
Nga obori, vinte zhurma e lehtë e erës në gjethet e lulediellit që vajzat kishin mbjell. Lule që u rritën të forta sepse u kujdesen me dashuri, si familja që kishin ndërtuar bashkë. Sepse ndonjëherë familjet më të bukura nuk janë ato që linden gati, por ato që kanë guximin të formohen pavarësisht gjithçkaje, duke zgjedhur çdo ditë të lulëzojnë bashkë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e erës, arbërit, lirës dhe borës të ketë prekur zemrat tuaja. Për të vazhduar këtë udhëtim emocional, kemi përgatitur një listë të veçantë me histori po aq tërheqëse që eksplorojnë llojet e ndryshme të dashurisë dhe familjes. Gjeni listën tonë këtu duke klikuar në të maj. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë dhe t'i jepni atë pëlqej videos. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që festojnë kompleksitetin dhe bukurinë e jetës njerëzore. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe ju presim në komente për të ditur se cila pjesë e historisë ju preku më shumë.